Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga fshati Goriçan, i Dimalit. Është një nga fshatrat më të bukur dhe më prodhues të zonës Dimalit. Nga do sera, nga do tokat kultivuara, nga do ujë. Është bërë si det. Nuk kalohet më, deri këtu erdhëm ne, sepse më tutje rrezikon. Rrezikon në ditë me dije. Këtu përmbytja ka një javë që ka nisur. Ajo që është më e çuditshme është se uji iku një herë. Po vjen uji aktualisht që flasim në fshatin Goriçan, ndërkohë që nuk ka shi. Kjo është pikpyetja më e madhe. Kush dhe çfarë po i përmbyt këta banor? Janë me 10 hektar sera. Rreth 30, më tha një nga banorët. Po janë rreth 100 hektar tokë, edhe ajo e tëra në ujë. Banorët kanë një javë që luftojnë me ujin. E marrin ujin nga këtej, e nxjerrin këtej dhe këtej prapë përmbyt në anën tjetër. Pse? Sepse lumi, Seman, ka dalë nga shtrati. Ka dalë si kur më parë. Nuk mbahet mend që nga vitet 1981, thonë banorët, që ka patur një përmbytje të këtyre përmasave. Tu është thellë. Se kemi pa kanal hidhe kjo më lartë plasmas se është mirë. Sanatori është gjithë i kapë. Po qa për shkull të një të edhe? Jo, se ngjeca ju. Ngjeca, një kështë ndodhe. Na dy kundele të krenarë, kuda vetëm ta qenja ngellën, tjerti mori lu. Shiko e qenja. Nga për i qoni tani? Ta nuk do t'i qenjë një stallë më të lartë. Ne sot kemi ardhur të flasim me banorët, sepse emisioni Fol kështu flet, troç, me banorët, të cilët deri më sot thuajse nuk i ka dëgjuar kush. Pra nuk ka ardhur kush t'i mbledh banorët e t'i pyes çfarë halli keni. Deri më tani. Banor, faleminderit. Dhe ndjes ju u shkpus nga hallet dhe nga puna, po do i themi ca gjëra troç. Faleminderit. Problemi javë që luftojmë me ujë. Demet këtu janë për masave të mlaja, si në sera, agrumet që si pas individve që kanë mjell, unë vetë kam edhe sera dhe blektori, kam pësor një dem kolosal, nash në gjene gjallë, rreth 70 krerë mi mori lumi. 70 kokë bakti? Po, fakti imi ishte që unë isha vetë prezent luftonja me ujtë dhe me baktit, që shpëtova pjesën e male. Po thuj 70% e ajes me është dëmtuar, rreth 4 ton, 5 ton tagji frizuri lumi. Serat po gjithashtu, po jo vetëm mua, këtu mund të bëhen rreth 30 hektar sera që
Jam përmytur, nuk jam unë i vetëmi. Që i ka marrë lumi? Normale ato i ka marrë lumi se i prodhim brenda si që shikoni. Po doni e filmoni. Po, i kemi filmuar një pjesë. Edhe gjana është paktën 30-40 pont gjanë sot. Pra, atë domate ju nuk e vilni dot. Edhe të duam ne, ai që e ka serë, Nuk futesh dot. Se ajo do bëhet tërbal. Kush do ta blenj? Pika se marrin me në të gjendje që është. Ajo tash do fillojnë t'i bjejnë smundje, do nxihej, do kalpet. Demet janë kolosale në këtë fshat. Ndoshta edhe ka dhe fshatra më të përmytur nga neve. Po në këtë vend ku jemi ne faktikisht qot edhe njëshin maj mend ne kur ka dalë që lumë. Du ka dalë kaq. Në këto përmasa. Të tërë këta banorë si që shikon këtu kanë luftuar, se cili për radhin e vetë nga për sena në për ato, po unë luftoha edhe me sera dhe me baktit. Sa bakti shpëtove? Arritet shpëtove? Pjesën e madhe kam shpëtor, se nuk sa rreth 200 krer dele, 100 e ca qenja, gupton. E pam edhe një qenjë të... Ti e pe edhe qenja tje që i kështë njelu një atje, po ku gjende me nga për balë nga për lumë. E të mërshme. Desh zoti munda sa bera, gupton. Si ka qenë ai moment kur doja të shpëtoje qinjë? A është gjë, s'mund ta parashikosh dot të mos e rend një halli tillë siç na ra neve. Që të luftosh, Se dhe baktit nuk komandohen do të luftosh me i thon me gjakun, se tërë këta shokë, këta vllazëri që janë tu, këta kanë ngritur me pika gjaku. Tërë me hadhe kemi ngritur me sakrificë të prona që kanë ngritur, kështu që është e vështirë. Ti e godit edhe nga baktia, edhe nga... Nga tëra andë, nga tëra forma, zoti e bef mirë se në qato të bëjmë, s'kemi qatë themi me. Erdi kush të shoh dëmet? Ti realisht, mos të hymë as njerit në akse, mos dua kështu drejtë. Ashtu e duam t'i themi edhe në troq. A jam statori komun që aqojnë do tonat faktikisht që ha vajtur, që filmore vetë ati të unë. Edhe baktit të ngordra ati edhe në reali, qa ishte. Pra dikush ka ardhur, ka dokumentuar. Këshin ardhur, djalin e këshin kontaktuar. Në krye 3 ditë. Flasë për dije unë. Dakord, ne vujtëm 3 ditë në parë, po flasim për dije të zete. Ka dhe më keq kur zvin fare. Ka në keq kur gjusë me të keqes. Djalin e këshin kontaktuar, ata që vatëm filmomi, bëm, ata aq kanë dorë, aq, ashu. Ta është i shteti dhe nuk se po gjinjejmë. Edhe po mashtrojmë se këto janë gjëra me fakte. Sa të ketë mundësi, po do në dorën zemër, ta vejnë, se vuri, po, që të bëjmë, zotit bëhet pas te. Se s'kemi që bëjmë ne, që të bëjmë luft me Pernin, Pernin e s'bëhet luft. Me qartë. S'kemi që të temë, nështë ta veshe për të folëm tepër, po... Tani, juve ju mbyti shiu, a ju mbyti tjetër gjë? Ka që ndodhë këtu të neve të ashti. Se këtu s'pa kuptoj. Kur qojet lumi diga qa qyeta banja, bajsa qa i thona po, diga e banjës, po. Nuk i di me tera, po. Këtu shtojë sa si e ujtë. Kur midhën portat andej bie, faktikisht dije në këto drekës, këtu hiku uj, nuk ishe uj me fare këto fusha, këto sera, kupton? Pra kjo është uj i sotëm, që ka ardhë tani. Ka ardhë, ka dalë sot në 5 mjezit. Po sot s'po bjeshi. Normali s'po bjeshi, që uj është i soqmi. Thonë, kanë qërë digën e skavicës. E banjës, jo skavicës. E ku ti gjë, unë mos bjesh më qafe, kuptonë, po jo, se ta shti jemi e që këtë rullosur në të pirë papirën e në halli. Kuptonë, ti ka qërë digat. Digën sot e sharkojnë qa bena një për mos qërë digat. Realisht, ja... Ku du fute djali, shif. Për janë gjera me fakte, janë gjera që... Ua... Edhe ka gjasa që të rritet niveli,